Hungaria, e vendosur në zemër të Evropës qendrore, është një vend me një histori të rrënjosur thellë, kulturë të gjallë dhe bukuri natyrore manitse. Kryeqyteti i Budapestit shpesh quhet Parisi i lindjes, për shkak të arkitekturës së tij madhështore, lumit Danub dhe urës ikonike të zinxhirit që lidh anët e Budës dhe Pestit të qytetit. Historia e Hungarisë daton më shumë se 1000 vjet, që kur u themeluan nga mbreti i parë Stefan në vitin 1000 pas Krishtit. Dikur ishte një pjesë e fuqishme e perandorisë austro-hungareze, derisa lufta e parë botërore riformoi kufitë e saj. Hungaria luajti një rol vendimtar në historinë evropiane nga mesjeta deri në epokën moderne, duke përfshirë rezistencën e saj kundër sundimit osman dhe sovjetik. Kështjella e Budës dhe bastioni i peshkatarëve ofron pamje manitse të qytetit. Liçeni Balaton, liçeni më i madh në Evropën qendrore, i njohur për arratësiet verore. Parku kombëtar Hortobagü, një vend i trashëgimisë botërore të UNESCO-s, që shfaq rrafshinat e mëdha të Hungarisë. Hungaria është padalje në det dhe ndan kufit me Austrinë, Slovakinë, Ukrainën, Rumaninë, Serbinë, Kroacinë dhe Sloveninë. Vendodhja e saj qendrore e bën atë një udhkryq kulturash dhe një qendër të rëndësishme ekonomike në rajon. Hungaria përjeton një klimë kontinentale me verë të nxehtë 25 deri në 35 gradë Celsius dhe dimër të ftohtë 0 deri në -10 gradë Celsius. Pranvera dhe vjeshta sjellin motë të butë, duke i bërë ato stinë ideale për udhëtime. Hungaria ka një ekonomi të zhvilluar me sektor të fuqishëm në prodhimin e makinave, teknologjinë e informacionit, farmaceutikën dhe bujqësinë. Budapesti është një qendër kryesore financiare dhe Hungaria është një antar kyç i Bashkimit Evropian, duke tërhequr biznese dhe turizëm nga e gjithë bota.